Blerim Sejdiu do të vazhdoj të udhëheqë me komunën e Zhelinës edhe për një mandatin të cilin e mori nga Komisioni Komunal Zgjedhor në Zhelinë është i treti me radhë. Sejdiu sot edhe zyrtarisht mori certifikatën së bashku me këshilltarët e zgjedhur në këtë komunë. Ai është shprehur mirënjohës ndaj qytetarëve që i dhanë besimin për të udhëhequr edhe një mandat me këtë komunë. Sot në mënyrë solemne bashkë me këshilltarët e komunës Zhelinës morëm mandatin nga Komisioni Komunal Zgjedhor për vitin 2025-29, pra mandatin e ri, dhe në mënyrë solemne morëm certifikatat dhe në këtë drejtim urova gjithë këshilltarët që të kemi një mandat suksesshëm me projektet që na kanë ngelur në gjithë të vazhdojmë, po ashtu dhe projektet që nuk i kemi nisur ti realizojmë për arsye se kemi mjaft projekte. Për këtë normalisht edhe qytetarët na kanë besuar që ti vazhdojmë ata projekte që i kemi premtuar, sidomos në fushatën e fundit zgjedhore, dhe për këtë jemi të gatshëm. Kemi edhe shumicën e Këshillit, që do të thotë se do kemi një qeverisje stabile në komunën e Zhelinës, dhe me këtë do kemi edhe më lehtë për të realizuar projektet që na presin vazhdim. Edhe pse është zgjedhur për herë të tretë në krye të komunës së Zhelinës, Sejdiu nuk përjashton mundësinë e kandidimit të sërishëm pas 4 vitesh, por ai thotë se në fokus do të jetë që ky mandat të jetë i suksesshëm. Unë nuk mund ta prejudikoj se si do të jetë e ardhmja, unë mund të flas për mandatin që qytetarët ma kanë besuar tani, që është zyrtar, dhe ai mandat është 2025-29. Pastaj shohim bashkë me qytetarët se çfarë do të vendosi për të ardhmen. Në zgjedhjet e 19 tetorit, kandidati i koalicionit Vlen në komunën e Zhelinës, Blerim Sejdiu, arriti të marrë 5.661 vota, ndërsa kundër kandidati i tij nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, Emir Sulejmani, mori 4.597 vota. Në përbërjen e ardhshme të Këshillit të komunës së Zhelinës, koalicioni Vlen do të ketë 8 këshilltar, koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim 6 këshilltar, ndërsa 1 këshilltar është i LSDM-s. Gjatë ndarjes së certifikatave për këshilltar në komunën e Zhelinës, munguan këshilltarët e zgjedhur nga Aleanca Kombëtare për Integrim. Ndryshe, Blerim Sejdiu për herë të parë është zgjedhur kryetari i komunës së Zhelinës në vitin 2017.